është një kohë që s'ka ekzistuar ndonjëherë. Absurditeti në projekt ligjit e tyre ka kufi vetëm qiellin. Besoj se e mësuat, u njohet, që në ligjin e mjedisit futet në një 77 me 60 pika të kodit penal, në të cilat çfarë ti thuash, s'do të prish gojën, përcakton gjoben për çdo mbetje të hedhur nga çdo qytetar në çdo terren publik, privat qoftë, 30 gjerë në 40.000 euro. Po, është e shkruar, shifeni. A mundet në vendin, themi të vërtetën, do thonë nga më ekologjik në botë, por edhe më të ligjit, siç është Gjermania, të gjobisin 200 euro. Gjobitësh 200 euro, po të kapi, po të hek të gjobë. 30 ose 20.000 euro. Dëgjojeni këtë apo jo? Se çfarë produkti mizerabël i botës vjetër është ky njeri, jam thonë. Që mendon të gjobis fshatarin, pse hedh një mbeturin në kopsht apo në borë, 30-40.000 euro. Po mundet njeri u kështu. Prisni, mos e mirë jashtu, se po si pagove ke burgun. Ke burgun. I ka për t'i arrestu për t'i fut në burg. Çdo ligj duhet të shifet me lupë nga ne. E keni marrë vesh. Tarifat 5-6 fishohen. Tarifat, taksat për qytetarët, për plerat, 5-6 fishohen. Ku jeti këtu? Ushqimet kanë peshë në rrogën e shqiptarëve 3 herë më të madhe se në rrogën e europianëve. Ushqimet që blejnë qytetarët tanë, rëndojnë në buxhetin familjar të muajit 3 herë më shumë se sa në vendet tjera të Europës. Ky tani gjën atje kun dhe merr shifra. Nuk është e vërtet se duhen të thonë që ka probleme të rënda psiqike, ka probleme të rënda karakteri. Nuk janë të karakterit ti të tillë. Po si mund vërë njeriu? Si mund vërë njeriu? Gjobën 30.000 euro. Si mund ta bëj këtë? Si mund 6 fishosh, 5 fishosh tarifën për plerat? A ju kujtohet kur vraponte nga një studion tjetër për zbulimin e madh që bëri me incinerator, pasi vodhi pastaj 100 milion, tani kthehet aty ku e kishim. Projekt të bërë me 4 milion euro nga Bashkimi Evropian. Tek landfillet. Tek seleksionimi. Pra, çdo ligj, etiketa europiane është etiketa e mashtrimit. Këto janë standardet Koreas Veriut. As Korea Veriut nuk ka të tilla. Këto standarde s'kan asnjë lidhje me integrimin me standardet europiane, me standardet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, as me direktivën e Komisionit Evropian. Prandaj do t'i hedhini në kosht të plehrave. Gjermani denon me 200 euro po hodhe diçka aty ku s'duhet. Ky me 30.000 euro.
shteti i natit, i pa imagjinueshëm. Del në Sylbic, asnjë se di se kush, i nga bjesht më të bukura të Alpeve, dhe prish atje një shtëpi. Shtat pas ka prish. Që të gjitha inate të patronazhistëve ndaj tyre. Turpe. Ku? Në Alpe, ky ka shpenzuar gjithsejt në 12 vite. Ka përfunduar segmentin e rrugës Tamar-Vërmosh. Ka përfunduar segmentin e rrugës Qafë-Thore-Theth dhe 10 kilometra në Valbon, 10 kilometra në Bushtric. Kaq ka. Asnjë qindar. Kishte projekte. Për Alpet kishte projekte. Cilat ishin? Masterplan me Kosovën dhe Malnezi. Se ato janë një kompleks, janë një tërësi. Një tërësi, këtu është Shqipëria, këtu është Malnezi, këtu Kosova. Dhe një masterplan, ato e një mrekulli natyrore. Nuk ka më të bukura në Europë. Janë bjeshkt e bekuara që janë quajtur Himalajat e Europës, dhe jo Alpet e Zvicrës. Nuk janë të larta ato sa Alpet e Zvicrës, apo Alpet e Italisë, apo Francës, jo. Po kanë sa specifika, të cilat i kanë quajtur Himalajat e Europës. Një qindar dhe del tani, ja u prish shtëpit, sepse patronazhistët kanë urrëtie ndaj tyre. Krim, ky është shteti dufeve, i hakmarrjeve, i inatit. Ata banorë kanë ndërtuar një rrugë 7-10 kilometra, ashtu që se kanë ndërtuar, po e kanë ndërtuar. Asnjë qindar nga shteti. Unazën e Alpeve. Asnjë qindar. Asnjë lloj, zero investim. Tani ky u shkon u thot, asnjë plan, asnjë projekt, asnjë gjë urbane. Ky shkon me urrëtie të këtij apo të atij dhe prishja këtij, prishja atij. Ky është krim ajo. Unë nuk them që s'duhet të kenë plan. Kanë patur ato, historikisht ato e ndërtuar mbi një plan të caktuar. Historikisht. Kjo është e vërtetë e atyre. Ato kanë qenë tërësi pronë komunare, përveç se në 2-3 prej tyre private, por ndërtimet kanë qenë të përqendruara. Po këta s'ka bërë, ky 10-12 vjet armiqësi ndaj veriut. Armiqësi absolute.